nivel të lartë të klasifikimit të vendeve turistike, kjo nuk mund të jetë diçka e qëndrueshme në rast se ne nuk e pasurojmë ofertën tonë turistike, ku muzet e identiteteve lokale janë një domosdoshmëri. Në ndërkohë, kemi po ashtu edhe programin për shtrirjen e startupeve edhe në teritore të tjera, pasi vëmë re që nga një anë kemi një rritje të ndjeshme të kërkesave në programin Startup Albania, për cilin do të nxjerrim dhe një financim të ri në ditën vijim, pasi kërkesat cilësore kanë qenë më shumë se sa çfarë u parashikua në bazë të dinamikës viteve të fundit, por ajo që nuk mund lihet në rrjet lirë është fakti që numri i aplikimeve është në mënyrë shumë të zhbalancuar midis Tiranës, që zë pjesën e Luanit, dhe bashkive të tjera. Natyrisht që kjo është dhe një çështje informacioni, është dhe një çështje angazhimi për t'i nxitur dhe sensibilizuar të rinjt që të shikojnë nga ky program, pasi e dini shumë mirë që në të gjitha bashkitë tuaja keni vajza dhe djem shumë talentuar që janë përkushtuar botës teknologjisë. Dhe fundit, natyrisht, por jo për garancia, janë kompanitë e përbashkëta, për cilat ka filluar një proces. Kemi një sër bërthamash tani më të krijuara, kompani të përbashkëta mes njësive të pushtetit vendor dhe fermerëve apo sipërmarrësve në fshat, dhe kjo patjetër paralelisht edhe me programin tjetër i cili do të fillojë të jetë i hapur për shprehje e interesit, që është programi Dyfisho sipërmarrjen tënde. Këto pika i sjell këtu për shkak se është e rëndësishme që të gjithë ju të angazhoheni së bashku me ministrin për të bërë të mundur që manifesti i Rilindjes 2.0, i cili do të publikohet pastaj në konferencën kombëtare që do të bëjmë mes qeverisë, pushtetit vendor dhe aktorëve të tjerë, të jetë sa më i plot dhe aty të gjithë ta gjejnë veten me prioritetet apo me objektivat e tyre. Në mbyllje, e fundit, jo nga rëndësia, është domosdoshmëria e një riangazhimi për ta çuar në një nivel tjetër edhe ndërveprimin mes bashkive dhe qytetarëve, duke shfrytzuar platformën digjitale të bashkëqeverisjes, por edhe të gjitha rrugët e tjera, pasi sidomos në këtë fazë të vitit, ju e dini shumë mirë që me rritjen e ngarkesës së madhe për shkak të sezonit turistik, rriten edhe nevoja, të cilat lidhen jo vetëm me anën e bashkisë, që duhet kujdeset në mënyrë të posaçme aty ku ka rritje të ndjeshme të numrit të banorëve të territorit për të gjitha shërbimet, por edhe nga ana tjetër sjellin rritjen e nevojave nga ana e njerëzve. Për të gjitha ato të cilat njerëzit mund të kenë nevojën e shërbimit publik, e mbështetjes së sektorit publik, që nga
çështjet të shëndetit, tek çështje që lidhen me qetësinë, me sigurinë e fëmijëve e kështu me radhë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe me një vërejtje për disa nga kryetarët e bashkive, nuk dua t'i përmend këtu emra, që janë bërë pak problem, po e them në mënyrë kështu të butë për komunitetin, pasi nuk qëndrojnë në komunitet gjatë gjithë javës, por vinë në Tiranë edhe në ditët kur duhet jenë në krye detyrës atje. Është shumë e rëndësishme që kjo praktik të marrë fund. Nuk janë të gjithë, por janë disa. Ndërkohë që shembulli i ministrit aktual të pushtetit vendor, i cili vjen nga një eksperiencë shërbimi jashtë Tiranës, edhe pse shtëpinë e kishte dhe e ka në Tiranë, është një shembull që duhet ta kenë parasysh disa kryetarë që sot nuk dua t'i përmend me emër, po herën tjetër do duhet t'i përmend me emër dhe publikisht, që lën komunitetin dhe lën detyrën përpara se sa në fakt të vi ai që është momenti zyrtar i pushimit, që dhe aty ha diskutim kjo punë, dhe vinë Tiranë. Kjo gjë nuk është e justifikueshme dhe nuk është e pranueshme. Besoj që kam të gjithë mirëkuptimin tuaj për të adresuar një orë më parë këtë shqetësim, i cili është një shqetësim që më ka ardhur në mënyrë të përsëritur për i drejtetës nga disa prej komuniteteve tuaja. Kryesisht në jug perëndim, në jug lindje të vendit, jo në jug perëndim, në jug lindje të vendit. Në aksin Tiranë-Korçë. Dakord? Kryesisht. Se nuk flas për ata të ish Partisë Demokratike, se ata mund të rrinë në shtëpi gjithë kohën, se si janë, si s'janë, prapa ata janë. Por flas për të zgjedhurit e Partisë Socialiste në aksin Tiranë-Korçë. Nuk e kam këtu për Soti Raqin, nuk e kam as për ministrin. Dakord? Për ta mbyllur me një buzëqeshje që uroj të jetë një buzëqeshje e ëmbël dhe mos kthehet në një buzëqeshje të hidhur për asnjërin. Shumë faleminderit.